Albin Kurti u duh mu konsultua, pa e punën me dalën me shku në gjykatë kushtetuese eq. A mos ka gabu ai njeri, pse nuk konsultohet mirë edhe me marrë vendimin më të qëllumin, më të drejtin për qëtë vend tonin. Mu ma mërmenja qështu duft ai. Po ai po struket, po vjen dhejnë momentet e fundit edhe sikur kur i pregadit këto gjona ai. Shumë keq. Për këtë vend tonin, nuk e di kush po menon drejt e mirë me punue. Tonë na herdhat në gjykatë kushtetuese, në gjykatë kushtetuese. Mjatë më mëre kemi lodha atë gjykatë, na tu i quhe, të mos ditë drejtat tona, se cili. Punën që tu mos pas përgjegjësi, po mbrim qëto. A dohet me u taku tash e djartë politik me Albinin që i ka thirrë? Po duhet mu taku edhe për herët edhe tash, në çdo takim është i suksesshëm, por me menim të mirë, jo me shku veç të bëj reklama ose shkoj takona me ta, të marrë poena që une po takona. Pa tjetër duhet më taku, bisedat gjithmonë janë të nevojshme, po të njoft Albinin, të i mashtruaj rregullisht, atëhere me dalë mujnë, po Albini se mod fjallën ai, prap i traton, edhe pse ju premton, ma vonë sigurisht me dredhinat që i din ai, vepron ndryshe, kështu që marrëveshje nuk mujnë me pase. Albini e sheh vetëm interesin e vetë, me 51% me do të me marrë pushtetin, 100%. Pa tjetër opozitës duhet me i taku sfaku funksioni presidentit. Mirë po ai nuk do të me lëshu pe. Kështu që s'kam qka tjetër, po shien gjonat. Jo, për arsye se ajo kry. Njëherë për herë s'kan qka me fol, dejtë vendosë gjykata. Masit e vendosë gjykata, qka kanë me bisedu ata tash, për e kry gjykata. Duhet me fol gjykata, të një këta. Unë jam të thonë se kjo mirë shumë, po nuk i ka kratë. Pa kratë fletëruhet. Po shkojnë beqesin në këtë zgjedhje di me dalë, po e di që e argja shumë. E pa na një maneve penzionerëve, këtyne socialit e këta nuk përkakja, këta s'përrin me votu. A dohet me pranu tash të djartë politik me u taku prapë? Po, këtë dohet me pranu për me bo diçka, për mu zgjedh. Këtë tash di që ka me bo, këtë s'munët vetën diçka, pa i pranu e që ta. A që është me konë këta një goj kret, me konë mare mirë, edhe na i shumë ma mirë. Se zgjedhje me shkojnë zdi milionere. E këta veç me panajt sola dite, ishtë vëtue. Ishtë vëtue dhe pa hargjime. Pajtohen plusisht, pse jo, çdo bised është e dobishme edhe eventualisht për mu përgadit për si me vepru matutje, varësisht nga verdikti i gjykatës kushtetuese. Është shumë pozitive kjo mërmenja. Hapi mirë i Kurtit, edhe besoj që edhe opozitarët do të pajtohen që duhet mu konsultu. Konsultimet nuk janë tepër të akurë.